Përshëndetje, jam këtu me Andre dhe me gjithë shokët tanë, Vicon, Arbër Kolën edhe Aurel Kujtimin. Jemi këtu siç e shihni, këtë dërgojë polici, sapo e liruan Andrean nga pengmarrja policore. Pengmarrja policore. As shoqëruar, as i arrestuar, as ndaluar, thjesht i kanë vajtë shtëpi dhe e kanë marrë në policë. E kanë marrë ke komisariati numër 4, zishë çfarë bëjshin kur kërkuam llogarisë, na thiri Andrea. Pse e kanë marrë solën këtu dhe këta zishë çfarë bëjshin, dhe Andrea na e shpjegoi pak problemin. Ditën e sotme, në orën 1 të drekës, një SPZ e zonës në lagjen time më ka marrë edhe më ka thënë që mund vish për një deklarim pranë komisariatit numër 4 dhe i kam kërkuar arsyen për shoqërimin tim. Kanë ardhur me patrullë dhe pas shoqërimit të komisariatit 1 marr vesh që sot shoqërohen për shkak të mos pjesëmarrjes në protestë. Pra është jo vetëm presion, por edhe situatë pa precedent, sepse kur në këto vite nuk është shoqëruar një person, nuk është marrë një person. Nuk e shoqëruar. Po nuk është marrë një person direkt nga shtëpia dhe ti thua që ti nuk do marrësh pjesë në protestë. Siç e kuptoni, ky është një akt presioni policor, po që quhet pengmarrje. Ne do ta ndjekim këtë çështje si pengmarrje. Do ta nisim dhe do ta bitisim, do bëjmë letrat e duhura, do i çojmë gjitha persona, dhe atë si kishte SPZ-ja, kishte emër ai? Ja kam. Ja ka emrin. Këtë tipin që e ka shkuar Andrea dhe e ka marrë ke shtëpia, do ta çojmë procedim, se kjo quhet pengmarrje. Nuk mund të marrësh ti nga shtëpia kot. As i argument, as i letër, as i regjistrim. Shkuam në komisariat numër 4 bashkë me Vilsonin. Rezultonte as i shoqëruar, as i arrestuar, as ndërkohë rrinte në dhomën e shoqërimit për orë tëra. Sa orë kisha? 1 orë. 1 orë gjysmë rrinte aty brenda dhomë shoqërimit, pa status. Erdhëm këtu dhe këtu s'kishte prap. E njëjta gjë. Pra kjo është pengmarrje. Ta kujtojnë se mund tremin në njerëzit. Unë mund ta them me plot gojen që Andrea nuk do më ditë për kështu gjëra, çfarë bëj? Do marr pjesë sot në protestë. Andrea masi s'ka pas plan me marrë, tash do marrë pjesë. Bashkë me të tjerë. Çuna, respekte. Faleminderit që vjen në protestë, na detyroi policia.